Në bog të Malësisë së Madhe u kremtua mesha e shenjtë në përkujtim të 35 vjetorit të meshës së parë që riktheu lirinë e besimit në Shqipëri dhe në nderim të martirëve të Lum. Ceremonia u hoq nga Imzot Angelo Masafra, arqipeshk emeritus i Shkodër Pult. Në fjalën e tij, Imzot Masafra theksoi rëndësinë që ka feja në jetën e shoqërisë dhe rolin udhërrëfyes të martirëve. Nëse sot ka korrupsion moral kudo, është sepse mungon feja, theksoi arqipeshk Vim Masafra. Kush mund të na ndajë nga dashuria e Krishtit, as shpata, as pushkatimi. Duhet unë kuptoj, duhet të qiroj zemrën tonë nga e të garuar, nga to inate. Jemi njerëzit. Por nëse Krishti, si martirët tanë, Krishti ka falur, pse nuk do të jemi të ne? Dahrojmë, të fillojnë një jetë të re. Atë kurajo, atë guxim që kanë pasur martirët tanë, do t'i kemi ne, për të jetua, për të pasur marrëdhënie sa më të mire, sa më të shëndosh. E nëse më në gabojmë, ju kësajre kam thënë ato fjalë të Papa Francesco, më falë edhe faleminderit. Feja është balsamo i shpirtit, është atë që shëndon praga të feja e vërtetë. E feja çon njeriu në rrugën e drejtë të hiut, kundër korrupsionit moral. Nëse sot kudo ka korrupsion, kudo, po mungon feja. Se feja e vërtetë në nëzit të luftojmë korrupsionin moral. Me mësimet e saj, feja krijon dignitetin e familjes, e sociale, për të mirën e popullit. Vëllezërit, meshtarët ka dhënë jetën në këto 25 vite në qellat e këtij burgut, pushkatua në sallën e Kirit, duke bërtitur e duke bërë falëndire me Krishtin e me fitoren e tij. Këta kanë qenë shqiptarë të vërtetë, duke mos të dëdua as Krishtin, as fen, as atë Deun, as Shqipëria. Famulitari i zonës Dom Nikolin Sheldia e falenderoi Monsinjor Masafrën për misionin e tij në vendin tonë dhe rolin kyç që ka patur në shpalljen të lumtë të 40 martirëve të fesë që sot bota mbar një vuajtje dhe historinë e popullit tonë gjatë diktaturës. Është i vetmi nar misionar që ka kontribu në mënyrë të veçantë për martirë. Mos ishte kanë Monsinjor Masafra, ndoshta nuk do të kishte pas. Po Zoti e ka qu vërtet me gjak shqiptarit, me mision dhe me shpirt kushtu Krishtit, ka ba që ne sot jena krenar. Jena krenar dhe në bogë, me dëshminë e Domlex, me dëshminë e të parve tonë, me dëshminë tonë që në t'i edhan avash avash. Për këte, Monsinjor Masafra, në barësin tonë, në jetën tonë, zënë një vend veçantë. Është misionari që s'ka kursy në kohën më të vështira, ku populli jonë ka vujt, ne e dim që ka hjek në 97 Monsinjor Masafra, që mas Monez Shkodra, kjo ka kenë dhe ashtë metet një yll i tolerancës, një yll i shpresës, një yll i paqes. Në emër të besimtarëve të kësaj zone, Gjergjeraka i dhuroi arqipeshk Vim Masafra 2 dhurata simbolike, njëra që lidhet me njohjen e tyre të hershme 25 vite më parë në Londër. Një që e shekullit që njihen kam pas respekt Zoti ma ka dhënë me njohur në Londër me Monsinjor Masafrën, me njeriu i cili nuk jo nda boks asnjëherë nga i momente sot, ai që i ka dhënë dritë, do me thënë besimit katolik, Shqipërisë ka dhënë vendin e merituar si në Vatikan, si në njohjen botërore me gërmimin e rrajve të historisë. Pas meshë u bekua kryqi i vendosur në oborrin e kishës, që është kryqi i martirit Domlex Sirdani, dhe më pas u bë bekimi i varreve. Kjo meshë përkujton një ngjarje historike për kishën katolike në Shqipëri, e cila shënoi fundin e dekadave të ndalimit të fesë dhe fillimin e një epoke të re të lirisë shpirtërore.